Edhe pse procesi zgjedhor i 28 dhjetorit shkoi mirë, duket se jo gjithçka ishte në rregull me votat e kandidatëve për deputet. Kur më shumë se gjysma e procesit ka përfunduar, duket se procesi zgjedhor u kthye disa hapa prapa. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të hënën për rinumërim të plotë të votave në 28 komuna të Kosovës për shkak të parregullësive në komunën e Prizrenit. Në këtë komunë, pas rinumërimit të votave, u shpërfaqën mospërputhje të shumta mes disa kandidatë si Feta Paqarizi e Najt Hasani nga PDK, Anton Quni e Dridon Selmanaj nga LDK, Arbër Rexhaj e Rea Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje. Këta janë vetëm disa nga ata që patën diferencë të votave krahasuar me votat që kishin marrë gjatë numërimit fillestar. Kandidati Paqarizi ishte ai që priu me diferencë më të madhe të votave, 6022 në total. Ai u distancua nga çdo keqpërdorim apo manipulim që mund të është bërë në emër të tij. Si ai vepruan edhe kandidatë të tjerë të cilët patën diferencë në vota, të cilët u shprehen të gatshëm për të bashkëpunuar me organet e drejtësisë për rastet në fjalë. Lidhur me parregullësitë në procesin zgjedhor, të enten u ngrit aktakuza e parë për veprën penale, asgjësimi i dokumenteve të votimit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj. Sipas aktakuzes, më 28 dhjetor 2025, në një qendër të votimit në qytetin e Shtimës, i pandehuri me inicialet M.A, ka dëmtuar dokumentet e votimit lidhur me zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Vendimi i KQZ-s për rinumërim u vlerësua i domosdoshëm, pasi pas devijimeve në vota, partitë e organizatat e shoqërisë civile kërkuan rinumërim të plotë. Megjithatë, sipas tyre, procesi i rinumërimit e rrezikon shtyrjen e krijimit të institucioneve të reja. Instituti i Kosovës për Drejtësi e ka mirëpritur vendimin e KQZ-s për rinumërim të votave në tërë Kosovën. Melos Kolshi, hulumtues ligjor në IKD, ka thënë për ekspoze të Gazeta Bled se mospërputhja e rezultatit është shqetësim i madh dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur që nga viti 2010 e kjo e cënon integritetin zgjedhor. Mospërputhja serioze gjatë procesit të rinumërimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve patjetër që e përbën një shqetësim jashtëzakonisht të madh dhe se mund të themi që e përbën një cënim të integritetit zgjedhor dhe se një gjë e tillë nuk ka ndodhur që nga viti 2010 dhe se një problematikë e tillë patjetër që e cënon edhe integritetin zgjedhor, po e cënon edhe besimin e shqiptarëve në zgjedhjet e lira dhe demokratike, ashtu siç proklamohet edhe me kushtetute, po ashtu edhe që është qëllimi i shtetit të së drejtës dhe demokracisë në përgjithësi. Kështu që një situatë e tillë patjetër që duhet që të ndëshkohet, duhet që të hetohet fillimisht e mandej të ndëshkohet dhe se personat të cilët janë përgjegjës lidhe me këtë çështje të marrin dënimin meritor lidhe me veprimet e tyre. Ai potencon se prokuroria është dashur të ketë rol parandalues dhe jo të veprojë pasi që çështja është bërë mediatike. Mirë që është vërejtur një gjë e tillë dhe se po hetohet, mirë po prokuroria është dashur që të ketë një rol parandalues, mirë po një gjë e tillë pra duhet nga prokuroria që të ketë parasysh që edhe deputetët të cilët kanë rezultuar që rezultati i tyre të jetë ngritur në mënyrë të pajustifikueshme apo votat e tyre të ngriten në mënyrë të pajustifikueshme, të hetojë tek secili deputet që ka dyshime tek ta se a ka pasur ndonjë shtytje nga ana e deputetëve në mënyrë që rezultatet të ndryshohen, të ngriten, siç edhe disa deputetëve tjerë që edhe ju kanë zbritur votat. Edhe se rrjedhimisht kjo na dërgon edhe drejt zbutjes apo drejt cënimit të besimit të shqiptarëve në zgjedhjet demokratike dhe të lira. Ndërsa deputeti i zgjedhur i Lëvizjes Vetëvendosje Blerim Kashi e sheh si të domosdoshëm rinumërimin për ta mbrojtur legitimitetin e zgjedhjeve. Arsyeja e shkurës në rinumërim për këndvështrimit tim është shumë e rëndësishme si proces për ta mbrojt ose rujt integritetin e përgjithshëm zgjedhjeve.
çka mund të jetë kjo integriteti i përgjithshëm i zgjedhjeve, që mos shkojmë në tema pak më gjona, mund të jetë kjo pikërisht kjo çka ndodhi në Prizren, në komunën e Prizrenit me këtë tjetërsimin edhe me këtë t'ja japo menin meritor procesit, me këtë vjedhjen edhe keqësimin e procesit zgjedhor, i cili ke rrezik. Prandaj rinumrimi si proces me vetë iniciativë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, respektivisht sekretariatit përkatës operacioneve dhe procesit të numrimit nga KQZ-ja, është i mirëseardhur nga këndvështrimi im, është shife që ka qenë i domosdoshëm, së paku për Prizrenit, për komunën e Prizrenit, për ta mbrojtë krejt këtë legitimitet, i cili po mos tu bënte, ose po mos tu gjinte si proces i cili shifet evident është që ka ngecje, do ta cënonte seriozisht besueshmërinë, mas pari në procesin zgjedhor, edhe s'dyti integritetin e përgjithshëm edhe ato që mund ta quajmë demokraci zgjedhore, demokraci funksionale. Të domosdoshëm rinumrimin e ka vlerësuar edhe Vullnet Bugaçku, lumtues ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës. Lidhur me këtë, ai ka thënë për ekspoze se kuvendi duhet të përfaqësohet nga deputet meritor dhe jo me vota të manipuluara. Rinumrimi i votave është i domosdoshëm për faktin se po vrejen që ka pasur mospërputhje dhe pasakësia sa i përket rezultateve të votave për kandidatet për deputet. Është e rëndësishme fakti që KQZ-ja sot vendosi që të shkohet në rinumrim dhe të shohet nëse eventualisht edhe në komunat e tjera ka pasur kësi lloj pasakësie, në atë mënyrë që të korrigjohen të gjitha pasakësitë dhe të vendosen rezultatet e sakta për gjithë kandidatët për deputet, në atë mënyrë që kuvendi i Kosovës të ketë përfaqësim meritor të gjithë kandidatëve që kanë aplikuar dhe jo asesi që dikush të bëhet deputet me vota të manipuluara. Prandaj për ne është i mirëpritur fakti që KQZ vendosi që t'i jap kredibilitet procesit zgjedhor duke vendosur në mënyrë unanime që të ketë rinumrim në atë mënyrë që të sigurohet sa më shumë transparenca dhe që sa më shumë të ruhet e të mbrohet vota e qytetarit. Sipas tij, marrë parasysh parregullësitë në disa komuna, rinumrimi pritet të nxjerrë në pa edhe parregullësi në komuna të tjera e vota të shtuara kundërligjshëm. Marrë për bazë të dhënat që tashmë janë edhe publike, po shifet që në një numër të madh të vendvotimeve se ka pasur parregullësi. Prandaj edhe unë besoj që kjo është edhe arsyeja kryesore pse KQZ-ja vendosi që të shkohet në rinumrim në të gjitha komunat e Kosovës, në të gjitha vendvotimet e rregullta dhe për këtë arsye besoj që rezultati final do të manifestoj prapë parregullësi, prapë do të ketë mbasi edhe vota që janë shtuar në mënyrë të kundërligjshme ose janë manipuluar rezultatet. Edhe Partia Demokratike e Kosovës e ka mirëpritur vendimin e KQZ-s për rinumrim, teksa kishte kërkuar një gjë të tillë. Artan Behrami, deputet i zgjedhur i kësaj partie, beson se rinumrimi do të kthejë besimin e qytetarëve në zgjedhje dhe do t'i ndajë ata që kanë manipuluar nga kandidatët që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Por mendoj që është një vendim i duhur dhe po ashtu i kërkuar nga vetë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Bedri Hamza, i cili shumë shpejt ka reaguar dhe ka kërkuar nga KQZ edhe nga përfaqësuesit tonë në KQZ që të ketë një rinumrim total në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës për të rikthyer në një proces besimin i cili padyshim që është lëndu me aktet e fundit në këtë proces. Kështu që rinumrimi unë besoj që do të qartësoj dhe do të ndaj ata të cilët kanë manipulu, por edhe ata të cilët nuk kanë manipulu dhe po ashtu të ketë një proces i cili ka për bazë dhe ka për qëllim rikthimin e besimit të qytetarëve në sistemin e zgjedhjeve të cilët e kemi ndërtuar me shumë mund tash sa vite në Republikën e Kosovës. Ndërsa analisti politik Afrim Kasolli vlerëson se rinumrimi ishte i domosdoshëm për shkak të parregullësive, teksa pret që prokuroria t'i çojë hetimin deri në fund lidhur me këto raste. Vendimi për rinumrim, do thotë të gjitha qendrave të votimeve erdhi si pasojë të dhënave që dolën gjatë numërimit paraprak dhe rinumrimit në fakt votave në veçanërisht në komunën e Prizrenit ku po që ka shpërputhje të madhe ndërmjet votave të deputetëve që realisht i kanë marrë dhe që komisionerët ja u kanë shtu atyre. Kështu që në këtë drejtim ajo ishte evidente që
ky akt shënoi një cenim të parimeve të demokracisë, dënim të vullnetit të qytetarëve të Kosovës dhe se kjo është njëri prej hapave të parë, rinumrimi u bë domosdoshmëri, njëri prej hapave të parë në drejtim të restaurimit të vullnetit të tjetërsuar demokratik të qytetarëve të Kosovës. Natyrisht kjo nuk është e vetmja, tashmë pritet që prokuroria, organet kompetente ligjzbatuese ta çojnë deri në fund zbardhjen e këtij rasti në mënyrë që të paktën edhe në të ardhmen ata që janë nxitur të aplikojnë praktika të këtilla abuzive, që në të ardhmen transmetohet mesazhi se kushdo që merr guximin të bëj veprime të tilla do të ndëshkohet me pasoja serioze penale dhe juridike. Në bazë të këtij trendi është e pritshme që të kemi edhe në komuna të tjera, nëse nuk mund ta them me siguri, edhe në komuna të tjera mund të kemi shpërputhje ndërmjet vullnetit të qytetarëve dhe asaj që ka ndodhur gjatë numërimit të votave për kandidat për deputet. Por pse ndodhi një mospërputhje e votave në numër aq të lartë në disa raste në këto zgjedhje, teksa një gjë e tillë kishte ndodhur në vitin 2010. Për këtë janë deklaruar njohësit të fushës, të cilët po ashtu thonë se presin që nga rinumrimi të shpërfaqen edhe parregullsi të tjera. Melos Kolshi nga IKD thotë se është bërë me qëllim që kandidat të caktuar të shtohen apo zbriten votat dhe se është një problem i strukturuar nga persona të caktuar për të devijuar vullnetin e qytetarëve. Një gjë e tillë patjetër që është bërë me një qëllim të vetëm që deputetët të caktuar të ngriten apo votat e tyre të ngriten e disa të tjerë të zbriten, mirë po një gjë e tillë patjetër që mund të themi që nuk është çështje individuale apo gabim individual, më shumë gabim teknik. Mirë po një gjë e tillë është një çështje apo një problem i strukturuar që personat e caktuar me plan kanë vendosur dhe që ta devijojnë vullnetin e qytetarëve dhe që votat të shtohen për disa kandidatë, disa të tjerë jo. Kjo çështje mbetet çështje e prokurorisë për hetim dhe se presim që prokuroria tashmë vetë se ka nisur hetimet dhe presim që hetimet të janë hetimet e mirëfillta ku nuk duhet që të mbizotroj emrat e përvetshëm të kandidatëve secili prej deputetëve apo secili prej anëtarëve të KQZ-s secili do qoftaj, mirë po hetimi duhet bëhet në mënyrë të drejtë, në mënyrë të pavarur dhe që kryerësit e këtyre veprave të shkojnë para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar për këtë devijim të vullnetit të qytetarëve. Po ashtu, ai thotë se pritjet janë që të shpërfaqen edhe parregullsi të tjera nga rinumrimi në tërë Kosovën dhe të kthehet vullneti i qytetarëve që kanë votuar. Patjetër që rinumrimi i votave nuk na dërgon dhe nuk na përçon drejt parregullsive të reja, pasi që rinumrimi bëhet për shmangje të parregullsive të cilat eventualisht kanë mundur që të ndodhin gjatë procesit të numërimit të votave dhe për këtë arsye bëhet rinumrimi, kështu që në rinumrim patjetër që presim që vullneti i qytetarëve të jetë mbi të gjitha dhe se votat të cilat janë shtuar për disa kandidate, për disa të tjerë që janë hekur, ato të kthehen dhe që secili kandidat ta marrë rezultatin e tyre në bazë të vullnetit të qytetarëve e jo në bazë të vullnetit të disa individëve të cilët kanë qenë në petkun zyrtar të Komisionit Qendror Zyrtar. Gashi i vetëvendosjes përmend edhe rastin e vushtrisë në zgjedhjet e shkurtit 2025, teksa shpreson që të mos ketë tjetërsim të votave si tani në rastin e Prizrenit. Nuk di që atë thamë mas porja ka pas për 2010 se ka pas rinumrime, ka pas probleme, ka pas menimi vota, më duket edhe në fundit në vushtri, mos gabosha, në këtë vit, para 11 muajve tani, në vitin 2025, ajo tjetërsimi ku shkojnë rinumrim, dul një 1.000 vota mes kandidatëve më duket të LDK-s, 2 kandidatëve atje, mos qofsha gabim, prandaj edhe për 2010-s ka një ullje të numrit të përgjithshëm. Prandaj nuk di çka tham, çka mund ta pret. Nuk mund të prejudikoj që mund të ketë gabime, tjetërsim edhe një proces të tillë siç e pam në Prizren. Shpresoj që jo. Dhe mendoj që kthem të ajo, mendoj që është shumë e shnosh, shumë e dobishme kjo çka ka ndodhur me veprimin e KQZ-s për rinumrim. Kjo është edhe gjithsesi edhe roli kushtetues i KQZ-s, atë punë kanë. Edhe atë punë po shife që përbojnë mirë, sepse po mos ndodhte kjo, atër lehtësisht mund të shifshim një proces të asoj që edhe 2010 në shujt vjedhje industriale e votës edhe tjetërsim i rand skandaloz i vullnetit
vullnetit qytetar. Prandaj mendoj që tash me këtë rikthimin me rinumrimin edhe me këto që ka pom në Prizren, a mund të ndodhë, nuk di, ka indikacione që mund ndodhë, shpresoj që mos tjetë fakti, çka shohim deri tani, më duket më shumë se në 8 komuna është përmbush, është mbyll procesi i rinumrimit dhe nuk del që ka shkelje industriale apo planifikim apo diçka të tillë as prafërt që ka ndodhi në Prizren. Prandaj nuk shoh që mund të ketë probleme serioze apo të ketë diçka që e cila mund ta denigroj apo mund ta prish procesin zgjedhor dhe integritetin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Ndërsa Bugashku tregon ndryshimin në ligjin e zgjedhjeve që ishte bërë me qëllim të shmangjes së mundësisë për manipulim të votave. Spari do të me theksu faktin që ka pasur ndryshime në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, ku në të kaluarin, siç e dini, votat e kandidatëve ju numëruar nëpër vendvotime. Pra në klasa ku është votuar dhe komisionerët e vendvotimeve i kanë numëruar votat dhe kanë mundur ose ka qenë e ditur pak a shumë se si po shkon procesi i numërimit të votave të kandidatëve. Mirë, po me ndryshimet e reja të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, është vendosur që numërimi i votave për kandidat mos bëhet në klasë ose në vendvotime, po të bëhet nëpër qendra komunale të numërimit. Prandaj edhe seri lloj kjo është bërë kishte me qëllimin që të përjashtohet mundësia e ndikimit të komisionerëve nëpër vendvotime që të vendosin rezultate ose edhe të manipulojnë rezultatet e zgjedhjeve. Po si duket edhe nëpër qendra komunale të numërimit, vret fakti që komisionerët që janë emëruar, ata janë komisionerë që propozohen nga radhët e partive politike, të gjithë së bashku në çdo vendvotim ku ka pasur dyshime të manipulimit të votave, vret që pavarësisht që janë numëruar ato nëpër qendrat komunale të numërimit, rezultatet po dalin që ka pasur manipulime edhe në këto qendra dhe rrjedhimisht unë pres që të gjithë këta persona që kanë ndërmarrë veprime të tilla të sillen para organeve të drejtësisë dhe të përgjigjen penalisht për këto shkelje. KDI ka kërkuar që hetimet nga prokuroria të shkojnë përtej komisionerëve dhe të hetohet mundësia e përfshirjes së ndonjë kandidati për deputet në këto parregullsi. Ne bënëm thirrje dhe kërkuam nga institucionet e drejtësisë, në këtë rast nga prokuroria e shtetit, që hetimit mos përfshi vetëm pjesën e përgjithësisë që kanë komisionerët, por të shkojë një hetim substancial në kuptimin e asaj që të shkoj përtej përgjithësisë e komisionerëve. Në bazë edhe gjatë hetimit prokuroria, nëse ka prova dyshime të caktuara ose nëse ka edhe prova bëndshme, infiltrimin e ndonjë kandidati për deputet i cili ka ndikuar ose themi ashtu ka shtyr ose ka nxit komisioner të caktuar që të manipulojnë votat, atëherë normalisht që përgjithësia do shkojë deri te ata që kanë nxitur themi ashtu këta komisioner që të bëjnë falsifikimin e këtyre votave. Ndërsa Artan Behrami për ekspoze si arsye përmend edhe garën e brendshme në partitë politike për të bërë deputet. Kjo gara e brendshme, pra janë dy gara që zhvillohen në fushata zgjedhore, është gara ndërmjet partive politike, por është edhe gara e brendshme mbrana partive politike dhe Partia Demokratike e Kosovës edhe me nënshkur, por edhe në zgjedhjet e dhjetore ka konkurruar me listat e reja, me njerëz të ri, të cilët kanë ardhur në PDK me besimin që do të shkojë gjithçka mirë, edhe procesi i votimit, procesi i numërimit. Prandaj rinumërimi duhet të ketë për qëllim që të rikthejë këtë besim në mënyrë që të rinjt të besojnë këtij procesi, po edhe ata që janë tashmë deputet dhe që synojnë të rizgjedhen prapë, që të rikthehet besimi i tyre të ky proces, në mënyrë që Republika e Kosovës edhe me tutje me qenë shembull në rajon për organizimin e zgjedhjeve demokratike, fer dhe të paanshme. Sipas tij, është vështirë të parashikohen parregullsitë që mund të dalin në komunat e tjera. Po për momentin është shumë vështirë me parashiku se në cila komuna ka mund të ketë keqpërdorime. Unë mendoj që edhe ne që jemi zgjedhur deputet të Republikës së Kosovës duhet të ulemi të gjithë së bashku, të gjithë partitë politike së bashku në mënyrë që të shikojmë, të rishikojmë edhe një ligjet, të rishikojmë edhe një rregulloret dhe udhëzimet administrative në mënyrë që të perfeksionojmë këto dhe të pamundsojmë çdo njeri që ka tendenca të keqpërdorimit të votës në mënyrë që kjo të pamundsohet, që të ketë ligje shumë të ashta, shumë të rrepta ndaj atyre që guxojnë të prekun votën e lirë të qytetarëve dhe vullnetin e qytetarëve,
mendoj që është një barë e cila nuk i takon vetëm një partie politike, i takon të gjitha partive politike, me që si që pa, kë nuk është një fenomen i një partie politike, po është fenomen i gjitha partive politike dhe ne në Kuvendin e Republikës së Kosovës, kurdo që ai të konstituohet, një ndër pikat e para po ashtu duhet të jetë edhe njerë rishikimi i gjithë sistemit të zgjedhur në mënyrë që të forcojmë demokracinë e brendshme në Republikën e Kosovës. Në anën tjetër, Aflim Kasolli thekson për ekspoze se hetimet do të tregojnë për përfshirjen ose jo të kandidatëve për deputet në paragollësitë me vota, por që si proces ka lënë njollë mbi demokracinë. Deri më tani ne kemi parë që të gjithë personat të cilat janë apostrofuar që kanë përfituar nga kjo praktikë abuzive, kanë mohuar që kanë lidhje të drejt për drejt me këtë dukurim, mirë po mbetet të shihet prokuroria pas hetimeve të jap fjalën e saj që ka qenë vetëm një inxhinieringi komisionerëve të bërë vetëm nga vetvetja, apo me të vërtet ka lidhje kauzale ndërmjet kandidatëve për deputet dhe komisionerëve të partive politike. Por si proces ka lënë një njollë jashtëzakonisht të dëmshme mbi demokracinë, sepse e ka cënuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Por pse ndodhi që në këto zgjedhje të ketë kaq shumë paragollësi? Sipas Kasollit, dyshime ka pasur edhe më herët, madje edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit, por mos ndërshkimi bën që rastet të përsëriten. Në fakt, dyshimet kanë ekzistuar, vazhdimisht dyshimet kanë ekzistuar që ka preket të vullnetit të qytetarëve të Kosovës sa i përket votave të kandidatëve për deputet. Ne kemi parë edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit ka pasur akuzat të këtilla nga vetë eksponent të lidhjes demokratike të Kosovës, një pjesë kur kishin akuzuar strukturën drejtuese të këtij subjekti politik se kanë ndikuar në votat e diasporës. Mirë po nuk kemi parë hetime nga prokuroria, nuk kemi parë asnjë veprim të organeve ligj zbatuese. Arsyet pse tash vepron prokuroria mund të jenë të shumëfishta ose pse tash janë bërë publike mund të jenë të ndryshme, mirë po më mirë vonë se kur, si thot një fjalë e urtë popullore, nga se nëse ka ndodhur në të kaluarën nuk do thotë që kjo duhet të legjitimohet dhe të vazhdohet pafundësisht, me që s'ka pas ndëshkime në rastet e kaluara të mos vazhdohet përsëri me ndëshkime. Përkundrazi unë jam njëftari tezës që duhet të mirën masa të rrepta në mënyrë që të pamundsohet në të ardhmen një herë për gjithmonë përsëritja e praktikave të këtilla. Mirë po, falsifikimi i rezultateve të votimit është vepër penale dhe dënohet me burgim sipas kodit penal të Kosovës. Për dënimet që nisin nga 1 deri në 5 vite burgim, kanë folur hulumtuesit ligjor. Po ashtu ne kemi edhe rregullimet ligjore të cilat vetëse i rregullojnë këtë çështje apo këto problematika apo këto vepra, ku nëni 216 i kodit penal të Republikës së Kosovës flet për falsifikimin e rezultateve zgjedhore, ku thuhet që çdo person i cili tenton që të fshijë ose tenton fshijë apo azhëson apo tjetërson rezultatet e zgjedhjeve, atëherë patjetër që ai dënohet me dënim prej 1 deri në 3 vjet burg. Mirë po një dënim pak më i rënd është edhe për personat zyrtarë të KQZ-s, komisionerët apo personat e tjerë të cilët persona janë të përfshirë në falsifikimin e rezultateve. Një gjë e tillë nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës dënohet prej 3 deri në 5 vjet burgim. Kodi Penal i Republikës së Kosovës e sanksionon çështjen e falsifikimit të rezultateve të votimit, prandaj sidomos jep një përgjegjësi shtesë ndaj anëtarëve që janë të komisionit zgjedhor, të cilët kanë përgjegjësi zyrtare dhe detyrë zyrtare që të administrojnë si duhet edhe drejt rezultatet e votimit, qoftë për subjekte politike, qoftë edhe për kandidat për deputet. Kodi penal, në 216 ka atje një dispozit që mjaft mirë e përcakton dhe sanksionin penal ndaj gjithë atyre zyrtarëve, komisionerëve, të cilët manipulojnë, falsifikojnë ose edhe ndryshojnë apo tjetërsojnë vullnetin e votuesve duke shtuar, hequr ose duke manipuluar rezultatin e votimit, dhe Kodi Penal përcakton që të gjithë këta zyrtarë në rast se dëshmohet se kanë kryer veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit mund të dënohen me burgim nga 3 deri në 5 vite burgim. Prandaj edhe unë mendoj që këto lloj sanksione janë goxha të mira, janë sanksione të përshtatshme në raport me veprën që kryhet, prandaj edhe duhet pritur nëse eventualisht edhe KQZ-ja, por edhe prokuroria e shtetit kanë me mbledh në kohë gjitha provat dhe kanë me nisu besojnë procedurat penale dhe gjitha ato rezultate që kanë kryer to shkelje. Por sa do të ndikojë rinumërimi i votave në tërë Kosovën, që rrjedhimisht shtyn edhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve në krijimin e institucioneve të reja të vendit?
Sipas Kolshit, kjo do të ndodhë teksa i përmend edhe çështjen e presidentit që duhet zgjedhur deri me 4 mars. Secila nga vonesat e certifikimit të rezultateve zgjedhore patjetër që ndikon edhe në formimin e institucioneve, për arsye që e dim se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore atëherë fillojnë të rrjedhin afatet për konstituimin e kuvendit fillimisht, kështu që çdo ditë vonesë në certifikimin e rezultateve zgjedhore do të jetë ditë vonesë në fillimin e afateve për konstituimin e kuvendit, dhe se patjetër që kjo ndikon, për arsye që pa konstituim të kuvendit nuk mund të themi që mund të procedojmë tutje për ta formuar qeverinë apo për ta mandatuar një kandidat për kryeministër, kështu që secili nga afatet tashmë varet nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve apo certifikimi zyrtar i rezultateve të zgjedhjeve, e mandej duhet që ta kemi parasysh edhe çështjen e presidentit dhe zgjedhjes së tij, për arsye që e dim që deri me datën 4 mars se duhet që të zgjedhet presidenti i ri që do ta përfaqësojë Kosovën, kështu që një gjë e tillë apo në këto kushte të cilat vetë jemi duke shkuar, thujse është problematike që të ndodhë. Por Blerim Gashi vlerëson se rinumërimi i votave nuk ka shtyn krijimin e institucioneve. Nuk mendoj që kjo është shtyn, domethënë është në natyrën e përgjithshme të zgjedhjeve, mendoj që gjithmonë procesi i rinumërimit ankesave, pastaj edhe në PZAP, po edhe në Gjykatën Supreme, pastaj edhe ankimimi që mund të ndodhë tutje, gjithmonë ka marrë pak a shumë kaq kohë, një muaj, ndoherë një muaj e gjysmë, përjashto këtë blokadën që e patëm në vitin e kaluar. Prandaj nuk shoh që ka rrezikim të afateve kushtetuese apo problem të zgjatimit të krijimit të institucioneve që nga konstituimi i parlamentit apo formimi i qeverisë dhe pastaj proceset tjera në rrjedhë normale të gjanave në politikë. Ndryshe nga ai, mendon Behrami i PDK-s, i cili thotë se Kosova ka humbur mjaft që një vit pa institucione dhe krijimi i tyre sa më parë është i domosdoshëm. Po padyshim që këto rinumërimi të gjitha vend votimeve padyshim që ka me shty krijimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini që Kosova tashmë ka humbur shumë kohë, mbi një vjet i ka humbur kohë për të pasur institucionet të saj, edhe me tutje nuk kemi kuvend të Republikës së Kosovës, edhe me tutje nuk kemi një mbikëqyrje të mbi 20 agjensive të ndryshme të Republikës së Kosovës, nuk kemi një mbikëqyrje as ndaj një qeverie e cila po ashtu nuk ekziston, pra Kosova është para një kolapsi institucional dhe ne duhet sa më shpejt të kryjmë këtë proces në mënyrë të ndershme, në mënyrë të ferm dhe të dalin para përgjegjësisë ata që kanë keqpërdor këtë proces dhe të kemi sa më shpejt institucionet të Republikës së Kosovës, të kemi kuvend në mënyrë që t'i adresojmë disa shqetësime që janë shumë të mëdha për shoqërinë e Kosovës, sësa vetëm numërimi e votave, sepse kjo duhet të adresohet, kjo do të adresohet dhe besoj që do të krijohen mekanizma të cilat do të rregullojnë dhe do të pamundsojnë keqpërdorimin. Por Kosova ka tema shumë më të mëdha, shumë më urgjente me të cilat duhet të merret dhe mendoj presim që të rikthehemi në kuvend për t'i adresuar këto. Edhe analisti Kasolli pajtohet me Behramin se rinumërimi do shkaktoj vonesa në krijimin e institucioneve të reja, teksa përmend çështjen e buxhetit dhe më pas të zgjedhjes së presidentit. Nuk ka dyshim, do thotë një vit ishte i humbur, do në viti 2025 ishte një vit i humbur politik për Kosovën, për shkak se ai filloi me zgjedhje të rregullta parlamentare, dihet mos i përmendim tash bllokada e vazhdueshme në konstituim të kuvendit, dështimi i partisë fituese të zgjedhjeve 2 herë për të siguruar numrat për votimin e qeverisë, duke mos lënë asnjë opcion tjetër në fund që vetëm sovrani edhe një herë me 28 dhjetor ta thotë fjalën e tij. Rezultatet ishin evidente, po dhe pikërisht ku shpresohet që mbase nuk do të kishte pengesa në konstituim të organeve të reja të dalura nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, plasi skandali i abuzimit me vota. Tash ky procesi, fillimisht procesi i rinumërimit, më pastaj ankimimet, të gjitha tjera këto e vendosin Kosovën përballë në teh të një krize të jashtëzakonshme politike, e cila mund vi, urojmë që të mos ndodhë ajo, për shkak se edhe sipas normave ligjore, shteti i Kosovës vetëm deri me 28 dhjetor ka kohë që ta shfrytëzoj
buxhetin e vitit kaluar. Në të njëjtën kohë nuk kemi buxhet të miratuar për vitin 2025 dhe nëse nuk ndodh miratimi i tij, praktikisht shteti do të ndodhi në kolaps financiar. Mos flasim edhe për një presion tjetër që sipas ekspertëve juridik deri me 5 mars duhet të gjendet zgjidhja për postin e presidentit, me që presidentës aktuali s'ka ndon mandati dhe eventualisht në një skenar ogurzi nëse nuk arrin të konstituohen organet, mos kemi buxhet dhe të njëjtën kohë të skadoj mandati i presidentës, atëherë do të ndodheshim në një situatë paradoksale ku Kosova do të detyrohet të marrë zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Derisa rinumërimi vazhdon, tashmë mbetet vetëm që ky proces të përfundojë dhe hetimet nga organet e drejtësisë, e që pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, vendi të bëhet me institucione të reja.